Sëmundjet kronike të veshkave nuk janë më një problem vetëm i moshave të treta. Mjekët nefrolog theksojnë se po preken gjithnjë e më shumë edhe moshat e reja. Fatkeqësisht, grup moshat të me sëmundje renale kronike është mosha mesatare shumë e re. Të sëmundjet që kemi në dializë dhe në transplant, mosha mesatare tani është 37-38 vjeç. Që në moshë fëminore janë ato patologjitë e lindura që nuk dallohen, siç është refluksi. Prandaj nënat çdo një vit ose çdo 5 vjet duhet të kenë shumë kujdes që të moshat e posa lindura dhe shkaktarët e tjerë më të mëdhenj është diabeti, obeziteti, hipertensioni. Mjekja nefrologe Ariana Strakosha thot se pacientët që bëjnë transplant veshke nuk kanë më nevojë për hemodializë dhe mund të rikthehen në një jetë më të lirë dhe të pavarur. Megjithatë, numri i transplanteve në Shqipëri është ende i ulët me vetëm 17-20 raste në vit. Mesatarisht ne realizojmë rreth 17-20 transplante në vit, sepse aq janë nevojat. Mund të thoni pse kaq pak. Kaq janë personat që ofrohen, pra që janë përzgjedhur për transplant. Suksesi është që nuk kemi lispritje, nga aparati, hemodializa bën jetë të lirë, rritet kualiteti i jetës, ulen kostot shëndetësore. Sipas mjekëve specialistë, depistimi dhe diagnostikimi në moshë të hershme janë thelbësore për të parandaluar përkeqësimin e sëmundjes së veshkave dhe për të shmangur nevojën për dializë apo transplant.